إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Falënderojmë Allahun krijuesin e këtë të qeshëm, I Zotin tonë të madhëreshëm, I cili është e vetmi Zot që meriton adhurimin, falënderimet, lutjet tona e ibadetet tona. Dërgoj salavat e përshëndetje mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e mbrojtës, njeriu në zjarrin e fytyrës së tokës, njeriu më të dashur tek Allahu. Vullën e të gjithë pejgamberëve, të cilën Allah subhanahu wa ta'ala bërë shambur për një ideal se si duhet të jetohet dhe të adhurohet Zotin. Dërgoj përshëndetje dhe mbi gjithë familjen e tij, mbi gjithë shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që e mbajnë këtë fe deri në ditën e kiametit. Të nderuar besimtarë, sot me lejen e Allah subhanahu wa ta'ala kemi ardhur te porosia e radhës nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që transmetohet nga Abu Huraira I cili thot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë I dërguari I Allahut, pejgamberi I dashur sallallahu alaihi wasallam, من يأخذ هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. Kush e merr nga unë këto pesë fjalë të punojë me to. Apo të mësoj dikujt që punon me to. Këtë pjesë të hadithit e kemi trajtuar shumë herë, para se të marrë të porosia e fundit që është në kjo hadith, po duke u rikthyer edhe pak me nxjerr disa përfitime nga këto fjalë. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات kush e merr prej meje këto fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot tash me këtë porosi. Sikur tash më thon, njëjtën formë edhe unë prej këtij vendi, prej këtij minberit, kush po I dëgjon këto fjalë, edhe më bëhet me çast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot kush I merr man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat fa ya'malu bihinna. Po thot kush I merr këto fjalë prej meje dhe punon me to. Që do të thot nuk tha pejgamberi alaihi salatu wasalam kush I merr prej meje I ngan, I nin, të më veç I nin. I dëgjove edhe mo I harrove ose I lemazove. Po kush I merr I dëgjon ato. Au yuallimu man ya'malu bihinna. Ose me marrë ato fjalë se ti nuk je prej atyre që I praktikon edhe misale I punon me, atëherë mësoja dikujt tjetër që merr vesh më shumë se ti dhe e don dinjen e Zotit më shumë se ti dhe praktikon. Që shpesh po ju them edhe unë, pak e qartë dhe pak e shkuptime ju lutem, këto fjalë që I dëgjon në xhami, sa ne edhe rrobë të shtëpisë, sa na shtaj më shumë se ju. Dhe nuk është marrë. Nështë të gruja jote e rikon më tepër, e adhoro Zotin më shumë se ti, pak e shkuptime dhe pa ofendime. Mirë po, kur do në Allahu me hapë në zemër, edhe imanin e durin e imanin me dëpërtur në zemër, s'ka kush që ndarë. Për edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për afrosi këtë formë, kush I merr prej meje, me punu dhe, po dhe dikujt tjetër me mësu, që dhe ti punon ato, se nështë ai kupton edhe merr vesh më shumë se ti. Si po kemi rastet e Haxhit Lamtomirs, Haxhin e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që I thotë se kur këto porosit e fundit që I përmbledh hutbën Lamtomirse, thotë për cilë janë këto porosit edhe atyre që s'janë prezent. Sa nështë ata I marrë vesh më shumë se ju. Ti keni ke dëgju direkt, po nështë aty se kupton sa duhet, edhe si duhet, ai tjetër edhe se kom prezent I marrë vesh më shumë se ti. E pra dhe pejgamberi sa një dhe tjerëve që të punojnë me to me këto fjalë. Pra dhe të këtë ditur se Abu Huraira që shkimi të regu dhe për para, duke qenë shumë interesuar
Me praktiku për këtë dinën e Allahut dhe në përcit pejgamberi alayhis salam lajmërohet i pare. A nuk shumë të të shmajt. Ta shumë si hoqë me thonë shumë kujna, ka njëherë gjematet, jo vetëm gjematet jo, të bëdhe shumë gjematet, me thonë një punë vullnetare të bojnë, ka njëherë pa i pa gjematet ka shumë në djashmet, kush për të pare, kush për janisi pare, altën, gjithë më shumë tjetër njëherë, ta me i këqyrë vete. E Horejra nuk ka qenë ashtu. E Horejra ka vrapu, ka nëzitu i pare, sa qyrë kush në gjatë shmajt. Ai ka insistu që ti pare, ai me garu i pare, që të cakë me arrit i pare. Kështu kemi raset të tjera. Abu Bekr ibn Umar radhiyallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend atë rastin e një plakje në fund periferia atje, e verbër, e moshume, e vetmume, kush shkon me u kujdes për të ka shpërblime, Omer radhiyallahu anhu vetë thotë. A nuk ka të merë të lanë që ta shta shkët, e mësë shkëjune, edhe mësë klodë, në më morë me plaka. Sa s'pëqyri prende për shpia, po bën vendosë vetë vetë, dhe të nuk me shku para sa. Herën, qka, më kujdes për këtë plakën, për këtë klokën e vetë mu me atje, mirë po kur shkënë merë të lanë, e gjanë, gjithë shka e rëgullume, e pëshime, e pastrume, e rëndit e sytoni fjallë. Kush ke ma herë se më? Po i loke kushke, valla nuk e di sa e qore se ka pa, po duke e përshkruë se qëfar të fode ka pas, qëfar zore ka pas, e mor vesh që ka qenë në Abu Bekrit, para ti ju shku. Kanë bu gara, s'kanë prit tjetërin. Hajnë është aje e krynë mësë shkëjone, hajnë është aje i paracitit të mësë paracitit të anë, hajnë është aje i jepë mësë të jepë jone. Ata kanë garu, cili, me e prit për parë, pa dhe në këtë rast e Horejra, radhiyallahu anhu është e ru shtu. Kush me që të pasion për me punu me to dhe me jamësut i kujna me punu, o pohore me një, edhe ja Rasulullah, o le më i pare, o le i të pohore Allah, fa e ka dhe mjë di, fa e dhe khamsen, nuk mërë pega me sa në përdore, dhe me një mërë këto pasion, që kemi marë në razë zdo hytëve, e sot të një orë përësin e pesë, që është në fundit pikti hadithit, se ka dhe përësin tjera, hadithit tjera të shumëta. E këtu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Mos qesh në shumë, sepse qeshja u aftësa. O shumë normale që njeriu gjatë jetës tina ka dhe gëzime, ka dhe jetëve. Ka dhe vaj, ka dhe qeshje. Besimtari musliman nuk i dalohet me qeshje, me buzëqesh. Në buzëqeshja është e kërkuar obligative, sidomos kur takohet me vëlla musliman, kur takohet me njerëzit e tjerë, jemi dorë hubat, jemi disponim. Mahitimi në kapak, por me arsye, se edhe mahi besimtari ka kujdes, edhe mahi kur e bën, ka kujdes me pas një porosin një mesazh të mirë. Pejgamberi sa nuk ka ndaluar që njeriu të mahitën në vetë, por me mesazhe të pastërta, me fjalë të mira, e jo me mahi, ose si po thonë tash më thoi sa këtë humorin, apo qërkuzin që po bëhet sot ditëve të sotit, apo dhe fjalorin që përdorin sot, edhe bisedat që bëhet sot, janë pa kuptim ta, janë shumë banale, janë edhe kundër fesë, edhe kundër Zotit. E kësa rast është të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tukthir ad-dahka, mos qeshje shumë, sidomos qeshje pa arsye. Edhe pa vend. Sidomos edhe qeshje, edhe së të pa kështu fjallet e humorit, ku janë kundër fesë, ose dëmë të fesë, dëmë moralit, dëmë njerëzimit, mos qeshje me to se të ja vdesa. Pra besimtari është të kujdesshëm, është i arsyeshëm, është i matur, është serios, por do të thotë edhe me kontroll. Fjala serioze do të thotë është me ne këtë me shikërrët, por është serios në fjalët e tij, në punët e tij, sjelljet e tij, por jo edhe i rrallë, është i lenë. është i disponueshëm, është me qehre, në buzëqeshje, me këtë ato, normal edhe qeshja lejohet, por kur ka arsye. Kur ka arsye? Arsye të shëndosh, arsye me verë, atë nuk ka përgjesë në shala, po edhe kjo me kufi, që mos me hum atë hijet imazhin e njeriu, e sidomos njeriu besimtar të Zotit. Po ashtu të kemi pas parasysh edhe hadithin tjetër pejgamberit alayhis salatu wassalam, që po ne këtë kuptim, ku thotë i dërguari Allah, "Law ta'lamuna ma a'lam,
Se kur ta dini ju, që shëdion, se kur ta dini ju që shëdion, në dhahiktu kalila o në dhekejtu të këtyra. Kështë qesh pak, mos më thonë heqë. Se kur ta dini qendjen, situatën, që shëdion, kështë qesh shumë pak, po mos më thonë heqë. Edhe të kështë qajt shumë. Pa ata arsye mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me na bë me dije edhe gjendjen tonë, edhe si njerëz, çka jeti, kush jeti? Një krijesë e dopt, një krijesë që s'ki mundësi as frim me marrë pandimën e Zotit tënë. Po që kryete, Zotit tënë si pjesishte, Zotit tënë se respektarë. Me marrë Zotit e luftarë, me tumë Zotit nuk e adhoranë. La ilaha illallah. E për atë arsye dhe të kishë qesh pak ose heq, kishë qatë shumë. Tu vjetit se ti o vllai i dashur. Allah xhel xhelalu i ka dhënë 2 vende. Se cili prej nesh ka 2 vende? Se cili prej nesh mos studet dikush se i zinë të vendin xhenet ose xhenem, mushë xheneti e s'kovan për ata, mushë xhenem ose për ta. Për se cili person njërë ka 2 vende, njërë në xhenet, njërë në xhenem. Për cilën të pregatisht, që ato është. Për ata, të dini halët e juve se si jeni kërka me adhurimin, falendrimin dhe Zotit, e jeni të shku kakarnika xhenemit, kështë qesh shumë pak ose heq, kështë qajt më tepër. Ka friga, ku po jetë, ku po shkak, ka po dohe shumë plakë. Pra dhe për ato syre dhe në thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë porosi që pra mos qeshni shumë sepse të javë dhe zanë. E haran Zotit për ato momente. E haran përkujtimin dhe Allahut, pra dhe kjo zanë të pësohet. Omer radiallahu anhu, Omer, që nuk ka njeri më të në tokës si Omeri, po një fort i fuqishëm me imanin dhe besimin e tij. Por shpesh ka thonë shërpturve, punëtorve të vetë. Jo si kur na gazdallarët e Zotit që punëtore se le nas prit me marë. Punë. As ta nas nuk e le në shtatë me bo, as gjëllon nuk e le me shku, se do mja zi shpitë të punu. Omerët e thonë për kundrazi, nanu, pusha. Edhe hajde besoj në një orë. Unë, edhe të bisedoj. Qka me bisedu? Bisedoj për iman. Për besim, kush është Omeri radiallahu anhu, njëri dietar, njëri i zgjedhur, njëri i domosdoshmërisht. Mirë po, zemra ka nevojë me bo biseda të imanit. Zemra ka nevojë me forcu. E pa atë ka punëtorët, levu ulu, edhe pushon, edhe bojnë muhabet dinit. Bisedë dinit që ta të forcohet imanit. Shpesh i ka thënë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne përporrim me ty ja Rasulullah po na shtohet imanit. Po na forcohet. Mirë po kur po largohemi, po na rrokën hallat e dynjas, dietet e dynjas, po na dobësohet me imanin. Që do të thotë se shoqërimi me njerëz të besimit ta forcon besimin. Shoqërimi me njerëz që shtin me kesh. Edhe me humore dobta, sidomos banale dhe kundërfes, ta vdesin sa. Ta humbin edhe imanin. Pra dhe këtë të pejasa rrugë e këtë nësaneve, shkoni nga unë që forcojnë besimin edhe imanin. Për atë arsye dhe ne po themi, edhe sa kemi porosit për këtij vendi, që ne në familje tona të nxisim biseda, muhabete brenda shtëpisë, me muhabete dinit, me forcu imanin, që me këto janë rritë dhe moralin. E në pas të din, edhe familjes, për ndryshe nuk punesh me rrugë. Për ata për shohen pasuhet edhe të serialeve të ndryshme, nuk e ikë pej besimit, edhe pej bisedave të besimit, po shkojnë në biseda të moralitetit të zinasë dhe të faqen dhe dzeza, edhe katastrofa po në dole për familje tonë, sepse po vdesin sa. Me ato seriale, me ato tema që po bojnë, ato seriale, vdes zemra, qeshin qajnë me ato mendime të atyne, pra ndeja e zemër vdes, e kur vdes e zemër, ka të teka njëri dhe eshtë kuko me gjallë. Ajo gjenasë me gjallë që e jetë, hala me në frymë, se ka të tekë, se zemër nuk ka. E zemra gjallë, është ati që beson fjallë la ilaha illallah dhe respekton që është duhet. Pashtu kemi edhe porosinë e Lokmanit që ka drejtuar djalit e vet ku i ka drejtuar dhe i thotë, porosi shumë me me, që të lidhen edhe me temën tonë.
pjesën e artimit. Thëtë Lukmani djallit e vetë, ja bunayya la tukthir dhahka min ghayri ajab. O djalli jam, mos qesh. Sidomos mos qesh pa arsye. Njeriu kur qesh duhet të pas një arsye pse, diçka. Edhe një arsye shëndosh. Do nëse në palidhje mos qesh. Nëse që s'ka arsye të shnosh, mos qesh. Nuk është hije besimtar, nuk është kulturë besimtar me qesh ashtu. Ora të mshë min ghayri ajab. Edhe mos ecë nëpër tokë pa pas në synim. Njeriu jeton, ka synime, ka ideale, ka një plan për çka jeton. Pastaj ti kur të ecë, domethënë ti kur të veprosh, ti kur të punosh, e keni synim, e keni ideale, keni qëllim. Pastaj mos ecë në tokë pa pas një qëllim. E qëllimi jo final është, qëllimi kryesor është adhurimi i Zotit. E mos ecë për tokën e Zotit pa qëllimin final që është me adhuru Zotit. Amma la yani. Edhe mos pyet kur, mos është e huta të kustak. Shkurt, shqyton ato popullorë që shqiptarës. Mos pyet për sana që s'takojnë, sana që s'janë për ty, nuk ty në punë, dhe nuk takojnë ty një ti, mos pyet për to, mos vetë. Le, haloja to, mos u merë me to. Ola të të një malek, o të së të malek gajri, mos të hapë pasurin tale. E me a përmisu pa pasurin tjetë. Pse ashtu, qyshtë të ashtu, thotë se فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما أخذت. Pasuria jotja është aja që ka jep. Pasuria jotja është aja pasuri që e ke dhënë në rrugën e Zotit, e ke shpenzuar në rrugën e Zotit, nga se e ke deponuar te Allahu për vetin. Dërsa pasuria tjetër është aja pasuri që ti nuk i jep në rrugën e Zotit. Mundohesh me rujtë, me bë dryje, me bën salat, me bë tum. Në arkën tonë, e nuk i jep asë zeqate, nuk i jep asë sadaka, nuk i jep asë nevojtare, aja pasuri nuk është e jotja, po është ati që vjen mas teje. E jotja është aja që e këllon. E jotja është aja që e këllon, se ku kemi në rast të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur e prej me dash, edhe dash mishën e dashët një pjesë e nane për shpër, një pjesë e shpërdojnë. Po shu sa interesant që e bën pyetje pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Qka mbeti qka shkoj, kur e pyti Aisha, radhiyallahu anha. E prejtja dash, pra qka mbeti e qka shkoj. Fjala. Aisha radhiyallahu anha tha, shkoj tha krejt dashi e me vesh një kofshe. Tha jo, mbet tha krejt dashi e vesh një kofshe ka shku. Ka se që ato që e ke rëmë që e ka mbet për ne. Ato që e ke shpërda, e ke dhuru nevojtarve, aja ka mbet për ne. Pra, dashi ka për kamet, kofsha ka shku. Ato që kemi nërë mi hapa. Hanë edhe që. Se farë Allah, sytë farë, qatë krasimi, ka në butra. Pra, nga ato që ka jetë, e ki për vetin, ato që ka se ke onë, e ke vënu, ose atëre të edhe e hu. Aja dhe në në e kanë, shurritët, aja dhe në e kanë e brinari, kejfe jatë. Çuditët për e miri, kur e din se egziston zjarë me gjehenamit. Çudit. E din që egziston e zjarë me gjehenamit, që shë nërmane në qesh. Ku ko vëllete në qesh. Ku nuk e kodë sikur që ka shmetu për e ati zjarë me gjehenamit, që shë shpërmenja në qesh. Ku godzalaj në qesh. Ase po të garantu me shpëtimi me në zjarë gjehenamit. Aqebe liman e ka në bilmohë të kejfi e fra. Çuditët edhe për atë njëri që e di që vdekja ka me nëzonë, që huzën e mu gëzu. Që shëmër mene ati mu gëzu me një gëzim e mu gëni, kur e di që vdekja muret me nëzonë orë dhe qest, po vakire të në dhe pa pregadit. Huzën e mu gëzu kur dhe më pa pregadit, qa gëzimi djenaj i cili dhe më është i pa pregaditur dhe moment e zëvdekja. Çuditët ma njëri që gëzohë kur sërë. E ka sigur, edhe e din sigur që vdekja dhe zëmë, por ajme që dhe të gëzohë. Çuditët në karekës. Aja për një meneka në bërkat dhe kejfe janë sa. Çuditët me ta njerës që e tisë të caktimi i Zotit është i mërtit dhe s'ka kush që e lunë. Edhe apet do më të ranuhe, se tutë që desunë. Ja, këto është komentimi. Dhe ma mundohet te i mase, për te mundësimet veta me bote qka s'mon e banë,
Pe tutës u fika vdiqa unë me ta kesë. Ja ilahe illallah. O ato që ka shku Zotin me ta Allahun, me havër me pimë, së tutë se ka me havë. Ata që s'ta ka Allahun së mund është me marë. A e din që taktimi Zotë është në vërtit, prapë mënuat, jo, di që munit. Dhe da s'pjedon zë gjatë se me mënuat zë gjatë pa kohë pasënina. La ilahe illallah. Për taktimi Allahun, ku ki i marë? Kushti gjashtë i besimit me besu kaderin caktimin e Zotit të plot fuqishëm. Ajaban liman ra'at dunya wa taqalluba fi ahliha kayfa yatma'innu ilayha. Çuditë me ata njerëz të cilët e shohin dynjan, me gjitha të lashat problemet e dynjas që i përfshin banorët e kësaj dynjaje, prapë se prapë ata qetësohen mirë të rahat atë dynja. La ilaha illallah. Çuditë do me ta njerëz. Të e porosi që i përmen Lokmani me birin e ti, porosi që e në shumë të qmush në rëtarë të fërtejë. Pa dhe do po thëmë qudime me njerëzit, kur e shohin vetën, sepse nuk ka njerë që e një vetën, që sa për një të i kontit në sësa vetë vetën. Se cilë prej neshë e din ku shqiri për vetë vetën. E dim sa kemi bagasht të vepra të mira, sa kemi dhe gjunare, atër ku gudzojna me qesh. U gëzëme mu liruat shumë. E dim se mshira Allahut, Gafurur Rahim, ajo është falës në mshiru si madhë, o vlasni, alhamdulillah, sepse ne gjithë shpresojmë në falën e Allahut, edhe mshirën e Allahut. Mirë po me gjithë takë, unë Allah e shëditur i ka, është të shku si herë. Ne me gjithë takë, edhe nëse nuk mundim e 100% të jemi të përsosur, si s'mo të jemi të përsosur, pra mund të jemi gabime në gjunat, por e duhet përpishin në plastik. E duhet kemi kujdes. Ta angazhohemi në veprat tona, në obligimet tona. E në mesin e tyne është edhe porosia, o la tukthir tahtë, mos qesh. Ke kujdes. Ka sahabatës e ke siguru mbrojtje nga zjarë xhehenam. Sahabët radhiyallahu anhum, sahabët tonë të nderuar, selefët tonë, selefët janë ato të parë tonë, kanë pas vrarë. Vada që i dorë vrarë, të lëtëve që kanë verë. Ju kanë zirë dhe kësajtë dhe ju kanë po shajat ftyrës në lëtëve që i kanë verë. Për lëtëve nga friga me Zotit. Për lëtëve nga friga pëse ku të të shkënë. A ka siguru mbrojtjen nga zjarë xhehenamit, se është si këtë madhë. Maznim, zjarë xhehenamit i lutët ty zjarë, i dynjas i lutët Zotit, mos me bo azab në zjarë xhehenamit. Asnjëri në pëneve nuk mund në duru zjarën e dynjas. Nuk të gjatë që shërbejnë, se kjo zjarë e dynjas është begati, është një me. Pse është një me? Se se me të gatuin e dhëzini për hadisi ushqim. E mirë po dhe kjo zjarë, i lutët Zotit, mos kanë të shka me zjarën e xhehenamit. A na këto dynjas nuk mund në duru. E para me të me zjarën e xhehenamit. E qysha në mene të kërë pra me të qesh, pa dhe dhe me sa, mos qesh shumë se ta të zemë. Allah nga rojt e imanin dhe besimit tonë, nga përcohë që të rrugë livdin, punojnë që jetojnë me të, po dhe desë të rëgjove në ditën e gjykimit, e faqet bërë dhe iman për Allah subhanahu wa ta'ala, e kullu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur